Përshëndetje të nderuar miq. Duam s'duam, janë lajmet aq aktive dhe në fakt nuk dua që publiku të besojë në një gënjeshtër, të qëndrojë në iluzion, të qëndrojë në mendime për njerëzit apo për fansat e tyre të preferuar. Dhe pikërisht unë këtu dua të ndaloj. Nga shtëpia ime përzgjodha që të bëj një video për t'ju treguar se çfarë po ndodh. Tani unë këtë fotografinë e kam gjeneruar me inteligjencën artificiale sepse po të merja të njëjtën fotografi që është virale në TikTok ku Gjesti dhe Egli janë në një makinë me një test shtatzanie në dorë, do ma ndalonte Top Channeli sepse pikërisht kjo fotografi është e shkëputur nga momenti ku Gjesti dhe Egli, 4 finalistët, Gjesti, Egli, Rozana dhe Laerti, morën një surprizë nga vllau i madh që do dilnin të bënin xhiro nëpër Tiranë me 2 makina nga Bulli Momo, kompania e cila ishte sponsor në këtë Big Brother, për të shëtitur dhe pikërisht në brenda asaj makine Gjesti ka puthur dorën e Eglit dhe kjo foto ja është shkëputur. I është vënë një test shtatzanie kësaj fotografisë, ekziston videoja në YouTube, mund ta gjeni dhe nëse shikoni me detaje kapni këtë momentin dhe jepet si informacioni rem tek publiku shqiptar. Mua më vjen shumë keq që tallen me një gjë të Zotit, shtatzania është dhuratë e Zotit. Ne të gjithë duam që Egli dhe Gjesti të jenë bashkë, të gjithë duam që ato të dy të kenë një lidhje, të kenë një dashuri të bukur, por nuk mundemi të inskenojmë apo të skenojmë situata të këtilla që të gënjejmë popullin vetëm e vetëm për klikime. E shikoj që ka shumë komente të cilët urojnë, mos e besoni, është një lajm i rem. Fotografia është shkëputur nga momenti ku Gjesti dhe Egli janë në makinat e Bulli Momo, videon e keni në YouTube dhe i kanë vënë një test shtatzanie ku gjasme konfirmohet shtatzania e Eglit. Mos i besoni këto gjëra, është një lajm i rem dhe jo më kot dëshira ta sqaroj që t'ua tregoj që domethënë është gënjeshtër, nuk është e vërtet që ka një fenomen të këtillë.